Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić tha pas takimit me homologun e tij gjerman Johan Vadefull se Serbia dëshiron të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian sa më shpejt të jetë e mundur, që është qëllimi strategjik i vendit, duke shtuar se i përcolli bashkëbiseduesit situatën e popullit serb në Kosovë, si dhe Serbia është e përkushtuar për ruajtjen e stabilitetit. Vadefull theksoi përparimin e dialogut me Kosovën është thelbësor në rrugën e Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe se marrëveshja e Ohrit është e detyrueshme për të dyja palët. Brëm ministri gjerman u takua edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili më pas njoftoi se Gjermania është një nga partnerët më të rëndësishme të Serbisë dhe shpreson që biseda me Vadefull do të nxjisë themelin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve. Ministri i Punës të Jashtme i Gjermanisë Johan Vadefull u nis nga Beogradi për vizitë zyrtare në Kosovë si pjesë e turneut të tij 4 ditor në Ballkanin perëndimor, gjatë të cilit fillimisht vizitoi Bosnjën e Hercegovinën, Malin e Zi, Shqipërinë dhe pas Serbisë dhe Kosovën ai do të vizitojë edhe Maqedoninë e Veriut. Në Prishtinë Vadefull u takua me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe me kryeministrin e mandatin teknik Albin Kurti, si dhe vizitoi ushtarët gjerman në përbërje të Kforit. Redaktori i Radio Beogradit Nikola Denčić vlerësoi se çdo stacion i vizitës së Vadefullit në rajon kishte specifikat e veta dhe theksoi se një nga mesazhet e rëndësishme si për Beogradin ashtu edhe për Prishtinën është e nevojshme të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog, për të cilat Gjermania do të këmbgul patjetër. Vizita e ministrit gjerman në Ballkanin perëndimor është e rëndësishme sepse kombinon idenë e integrimit të përshpejtuar të rajonit në Bashkimin Evropian dhe dëshirën që Berlini të jetë aktori kryesor me fuqi ushtarake në rritje, i përfshirë në marrëdhëniet ndërshtetërore, vlerësoi profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare nga Tirana Dritan Hoti. Analisti maqedonas Risto Nikovski beson se vizita Johan Vadefullit në rajon është rutinë dhe madje ngushëlluese. As Gjermania dhe as Bashkimi Evropian nuk bëjnë asgjë për rajonin dhe her pas here mendojnë se duhet të na kujtojnë se ekzistojnë, tha Nikovski për Kosova Online. Derisa në Prishtinë pritet të mbahet seanca Kuvendit të Kosovës, ku do të votohet për mandatin për përbërjen e qeverisë së re të Glau Konjufcës, kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, i cili u zgjodh në atë pozicion brëm, tha në një konferencë për shtyp se kur nuk ka vendosur vijat e kuqe për bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje të Albin Kurtit. Megjithatë, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Fadil Demako dhe kolegu i tij nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Lahi Ibrahima i theksuan se qëndrimi i partive të tyre nuk ka ndryshuar dhe as nuk do të votojnë për Glau Konjufcën. Demako mohoi thashëthemet se pas largimit të Memli Krasniqit nga udhëheqja e PDK-s ka pasur një përçarje në parti. Dëshmitari i fundit i mbrojtjes për udhëheqësit e ish UÇK-s, generali amerikan në pension Wesley Clark, komandanti i forcave të NATO-s në Europë gjatë bombardimit të Republikës Federale të Jugosllavisë në vitin 1999, vazhdoi dëshminë e tij para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag. Duke përgjigjur pyetjeve të prokurorit Clark, tha se të tjera si ushtria serbe ishte luftarake dhe se ai paralajmëroi për rrezikun e kthimit të saj në Kosovë, por edhe se konflikti përfundoi me bllokimin e njësisë ushtarake ruse në aeroportin e Slatinës në Prishtinë. Generali amerikan tha gjithashtu se nuk kishte prova se dhuna kundër serbëve të mbetur në verën e vitit 1999 ishte inicituar në ndonjë mënyrë nga UÇK-ja. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëroi sot dhe nesër pritet rreshjet e dendura, shiu dhe përmbytjet e mundshme të menjëhershme në pellgun e lumit të Drinit të Bardh, Bistricës së Prizrenit, Mirushës, të Pluhës, Erenikut, Bistricës së Deçanit dhe disa përrenj. Prandaj Agjencia e Emergjencave u bëri thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të marrin masa mbrojtëse.
Zyrtari i Komunës së Prishtinës Samir Shahini njoftoi se mësimi në të gjitha shkollat është anuluar sot dhe se kjo masë është merr vetëm për qëllime parandaluese. Moti nesër në mëngjes në Vojvodin do të jetë pa reshje, ndërsa në pjesë tjera të Serbisë do të jetë me reshje, shiull dhe në male pritet borë. Gjatë ditës në pjesën më të madhe të vendit do të jetë mot pa sërisht i vranët, ndonjëherë me shi dhe me erë të fortë juglindore. Temperatura mëngjesi do të sillet nga 1 deri në 7, kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 12 gradë Celsius.